Tashmë nuk është e fshehtë nga koalicioni Vlen e ka vënë re qysh më parë, se ka negociata ndërmjet zotit Taravari me zotin Ahmeti me përzierje të eksponentëve të caktuar nga oligarkia. Këto janë bisedime që janë zhvilluar tashmë disa muaj. Qysh përpara se zoti Taravari të publikonte vendimin e tij në kundërshtim me pjesën tjetër të partnerëve të Vlenit për mënyrën e garimit në zgjedhje. Është e qartë se këto negociata kanë pasur për qëllim përçarjen e koalicionit Vlen dhe rikthimin nga vdekja klinike të BDI-s. Cili ishte çmimi i këtij operacioni dhe a ia vleti, kjo do të merret vesh shumë shpejt. Sidoqoftë, koalicioni i ndryshimit Vlen vlerëson se vendimi i mbrëmshëm i zotit Taravari, pasi që ishin konsumuar krejt argumentet dhe ofertat për të mbajtur ata në garën e përbashkët zgjedhore, është pa mbështetjen e votuesve të sinqert të Aleancës për Shqiptarët, po as të funksionarëve partijak të cilët para më pak se një viti e mbështetën vendimin e drejtë të ASH-s për të shkëputur nga partia e listës së ZES, që tashmë po fundoset dhe po merr me vete edhe shumë viktima. BDI-ja nuk shpëton pavarësisht gomave rezervë që mund t'i hidhen nga eksponentë të ndryshëm politik. Koalicioni i ndryshimit Vlen vlerëson se vendimi për të dalë në zgjedhje me lista të ndara për këshilltar, kur ajo ishte një temë e absolvuar në Vlen, nuk është i bazuar as në qëndrimet e bazës, as në opinionet e votuesit të ASH-s, e as në sondazhe të paanshme. Ky është një vendim i marrë për interesa të BDI-s, të cilët publiku do t'i kuptojë shumë shpejt dhe për të cilët zoti Taravari do duhet të jep shpjegime përpara shqiptarëve, por edhe para votuesve të Vlenit. Pavarësisht kësaj, koalicioni Vlen sot ka vendosur që të garojë në zgjedhje bashk edhe me lista për këshilltar, edhe me kandidat për kryetar komunash, ndërsa në ditët në vijim do të kemi edhe themelim të shtabeve të Vlenit për të garuar bashkarisht në zgjedhjet e ardhshme lokale. Në ditët në vijim do t'ju informojmë edhe për riorganizimin politik të strukturës dhe për strategjinë e Vlenit për zgjedhjet e ardhshme. Me këtë rast, u bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve, simpatizantëve, votuesve dhe funksionarëve të Aleancës për Shqiptarët, që të distancohen nga politikat e përçarjes të zotit Taravari, e sponsorizuar nga BDI-ja dhe oligarkët tjerë, dhe të qëndrojnë në koalicionin e ndryshimit, sepse vjeshta sjell një fitore të re dhe një skenë të re politike. Mendoj se i qartë ishte edhe zoti Taravari mbron, ku deklaroi pas 2 muaj bisedime, kur edhe deputetët e tij absolvuan që do shkojnë me lista të përbashkëta të këshilltarëve, kur të gjitha argumentet politike ishin në favor të listave të përbashkëta, sepse është sistemi Danti që i favorizon të mbledh, ai mbron deklaroi që shkon me lista të veçanta. Këtë praktik pra nuk e njeh historia e Maqedonisë prej viteve 90 deri më sot, nuk ka asnjë koalicion në këto 30 vite që ka dalë me lista të ndara gjatë zgjedhjeve lokale ose zgjedhjeve të tjera, sepse ajo përveç, domethënë, që e dobëson dhe koalicionin Vlen, përveç që fut përçarje në koalicionin Vlen, me të njëjtën kohë në kupton edhe defaktorizim të votës shqiptare, përçarje të votës shqiptare, që në vend se të jetë në 2 tabore, ai fut edhe taborin e tretë, që domethënë të ketë pasoja në komuna të ndryshme. Pra për ta rezimuar me vetë faktin që deklaron se ka sjell vendim të njëanshëm një subjekt, ku ky koalicion përbohet nga 5 subjekte, dhe gjatë tërkohës pra gjitha vendimet janë sjell unanime, janë sjell pas argumentimeve të shumta, janë sjell domethënë në mënyrë konsistente dhe në asnjë mënyrë pra nuk ka pas në asnjë moment pra vendim nga një parti politike me domethënë të shkon veç dhe tjera të shkojnë bashkë. Me atë ai u largu, ai dëshmoi që është në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim, ai por domethënë don ta luan rolin e viktimës. Ne sot vetëm e konstatojmë vetë përjashtimin e tij pra nga Vleni. A do të kërkoni të heqjen e tij nga qeveria?
Nëse i ndjekni deklaratat e zotit Taravari, janë konfuze, janë kontradiktore, herë dhe më thonë thotë do shkoj me Vlenin, herë sepse nuk e thot me Vlenin e bën partner, pra nuk e bën si pjesë e Vlenit, herë thot do bashkëpunoj me BDI-n, herë thot në raundin e dytë, pra do bashkëpunoj dikun me BDI-n, dikun me Vlenin, dikun me VMRO, dikun me LSDM, pra këtë jo praktika, nuk e një as teoria politike. Kjo ka sjellë konfuzion me siguri edhe të antarësia e tij dhe është shumë e logjikshme momentin që ka vendos pra të devijoj prej premtimit në zgjedhje se luftës zero, domethënë luftës së ashpër ndaj korrupsionit, sjelljen e ndryshimit, sjelljen e rotacionit, momenti kur ka vendosur të bashkëpunon me BDI-n është më së ndershme pra të del për koalicionit, të paraqetat koalicion para publikut të vet, para antarësisë së vet, të bashkangjitet BDI-s dhe të matimi në zgjedhjet e ardhshme lokale si dy tabore politike. Mirëpo, këtë çështje do njofton opinionin, domethënë, në ditëve në vijim. Sot pra ne analizojmë qëndrimin e tij që del me lista të veçanta, që del vetë në zgjedhje dhe mendoj që edhe fëmija i djepit e din që Alianca për shqiptarët, që është një pjesë aleancës, nëse del vetë në zgjedhje, nuk fiton asnjë komunë dhe duke ditë që nuk fiton vetë asnjë komunë, pra logjikshme nëse shkëputet nga Vleni, shkon në preheret të Bashkimit Demokratik për Integrim. Këtë kanë dëshmuar edhe rezultatet e zgjedhjeve të kaluara, domethënë kur Gosivari nuk ka dalë mirë. Ndoshta është kjo edhe frika që e ka bërë, domethënë, të bën koalicion edhe me atë me cilin ka qenë luftë politike. Ќе може ли само јасно да ни кажете дали ова значи исклучување на Таравари од коалицијата и дали тоа ќе значи дека ќе се побари негово излекување од владата со премиерот Мицкоски? Вие имате изјава од господина Таравари дека има понуда од Влен 35-40% во полза на Алијанса на албанците. Значи, тоа не му беше доволно, исцрпните преговори со месеци, значи, и покрај тоа што се абсолвира сите политички аргументи и беше фаворизирана уште еднаш, значи, Алијанса на албанците, значи, на него не му беше важна понудата, не му беше, значи, не му беа важни преговорите со Влен, бидејќи веќе има склучен договор со Демократската унија за интеграција, и на некој начин тој е само исклучен. Во значи, ова коалиција се сочинува пет политички чинители, 5 политички субјекти и за сите одлуки ние сме преговарале, но на крај имале и различни размислувања, но на крај сме имале заеднички став и никогаш немало надгласување, а во никој случај нема една политичка партија да донесе собствена одлука, посебно ова е неаргументирано и не држи со посебни листи што оди, бидејќи ни Дантовиот систем не го фаворизира тоа. Ние сме кај големите, он сака да биде кај помалите и тоа е во функција на Демократската унија за интеграција. Да резимирам, значи не го исклучивме, туку се само исклучи. Господине Меджики, како ќе се одразува сега на функционирањето на владата? Дали коалицијата Влени ќе побара разрешување на господинот Таравари од министерската функција, какви ќе бидат вашите следни чекови како коалиција? Не, мислам дека поважно е тоа што ние 107.000 гласови ги добивме како борба против корупцијата, како промена и ротација во албанскиот блок, како промени и тука веќе со соработката со господинот Ахмети, со Демократската унија за интеграција, значи се изневерени тие 107.000 гласачи. Тоа во суштина значи дека проблемот се внесува и во владата, бидејќи господинот Таравари сега веќе не знае кои ставови, дали е против корупција или да ги брани тие корумпираните, дали е за промени или за враќање на старото. Значи тоа е веќе реален проблем за владата, но тоа ќе го дискутираме, дебатираме и како денес значи ќе ве известиме и за тоа. Ние како Влен, значи, уште еднаш сакаме да покажеме и докажеме. Прво бараме извинување кон тие 107.000 гласачи за ова што се случи, но сите ние други, значи, остануваме до крај, значи, доследни на тие ветувања,
borba protiv korupcija, promjena v albanskиот кампус, промена во системот, кој што сакаме и го покажуваме и докажуваме со секојдневното владење. Колку гласови ќе биде коалицијата сега со излегувањето на Таравари? Дали имате такви проблеми? Ја реков дека со ова, тој стави дилема веќе на промените и на промената што е во албанскиот кампус. Бидејќи тој од овој табор премина во другиот и тука ја почна новата битка и веќе ако тоа се изгуби ќе има и други моментуми. A shkonin zgjedhje lokale si një parti? Po. Duke qenë se zoti Taravari ka 5 deputetë, duke qenë se zoti Taravari ka 5 deputetë dhe mund të formoj grup parlamentar, a do kupton kjo që do të jetë një kuftëzim ndaj Mickovskit o ju o ata në qeveri? E para, ne sot bënë ftesë, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm. Zoti Taravari do të thonë problemin kryesor nuk do të ketë për të na bind neve, po do të ketë problemin për të bind votuesit e vet, që janë formuar para 10-15 viteve si antipod i BDI-s, të cilët ka qëndruar në opozitë dhe kanë prit momentin për të ndodhur ndryshimi, për ndodhur rotacioni, dhe sot kur BDI-a po fundoset, lideri i tyre po mundohet ta shpëton, se nuk e shpëton, po do fundoset bashkë me atë. Pra duhet ta serën para atyre votuesve, sepse derën e BDI-s ato votuese kanë ditë. Po ato me dinjitet pra kanë paraqit opozitën, kanë paraqit mendimin ndryshe dhe i kanë qëndruar me dinjitet këtij mendimi dhe nuk e kanë bërë këtë investim, këtë sakrificë që dikush në këto momente pra kur bëhet ndryshimi, kur po fundoset domethënë subjekti i listave të zeza, të jetë pikërisht lideri i tyre ai që mundohet ta shpëton. Zoti Mediti, zoti Taravari nuk e përjashtoi mundësinë që të kërkojë mbështetjen tuaj si koalicion vlen për kryetarët e komunave në komunat të caktuara. Mendoj që edhe zoti Taravari ma nuk e di çka flet. Mendoj nuk ka praktik në Maqedoni pra të dash me kandidaturë dhe dikun të bashkëpunosh me BDI-n, dikun të bashkëpunosh me Vlenin, dikun me VMRO, dikun me LSDM, ndoshta edhe me Levicën. Kjo është më qesharake, jo serioze, dhe mendoj që këtu duhet më të fletë antarësia e Aleancës për shqiptarët, jo zoti Taravari. Zoti Taravari tha se Mickovski vendosë kush do të jetë në qeveria. Dëshironi ju të vazhdoni edhe kush realizon? Për neve, oponent është Bashkimi Demokratik për Integrim, Fronti Evropian dhe ne do merremi me Frontin Evropian dhe jo me ata që do janë në shërbim të Frontit Evropian. Faleminderit, blagodat.